Me një thirrje për bashkëpunim të gjerë politik, kryetari socialist i Komisionit Posaçëm të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri çeli punimet e Truezës ku të pranishëm ishin dhe antar pa të drejtë vote. Ai nënvizoi se fokusi kryesor mbetet adresimi i rekomandimeve të OSBE-dit dhe miratimi i një ligji zgjedhor të përditësuar brenda mesit të vitit të ardhshëm, në mënyrë që institucionet të kenë kohën e nevojshme për përgatitjen e zgjedhjeve vendore dhe të përgjithshme. Por le shërbej kjo si bazë e mirë për të ndërtuar punën tonë, me qëllim që të adresojmë rekomandimet e ODIHR-it dhe të kemi një ligjë zgjedhor të reformuar deri në mesin e vitit tjetër, me qëllim që të jepet kohë institucioneve, qoftë për zgjedhjet vendore, qoftë nesër dhe për zgjedhjet e përgjithshme, që të kemi një bazë të mirë solide ligjore, siç edhe sot e kemi, por më të përmirësuar dhe me standarde më të mira, por mbi të gjitha me rregulla të gjithë pranuara nga të gjithë aktorët politikë. Së fundi edhe një herë u bë thirrje të gjithë anëtarëve të kuvendit, të cilët nuk kanë marrë pjesë, pra ata që ju takon të jenë si pjesë e komisionit, qoftë në rolin e antarit pa drejt vote, të marrin pjesë, të vinë, të kontribuojnë, mos ta zhvillojnë debatin jashtë kësaj salle. Debati vërtet do të zhvillohet në këtë sallë. Por optimizmi i mazhorancës u prit me kujdes nga bashkëkryetari demokrat Erbyll Bashi, i cili rikujtoi se përpjekjet e fundit për reformë zgjedhore dështoi duke lënë vendin pa ndryshime ligjore për zgjedhjet e vitit 2024. Ai kërkoi ndryshim të qasjes dhe frymës, duke theksuar se raportet e OSBE-dit flasin për përkeqësim të standardeve zgjedhore në 2 dekadat e fundit. Arsyeja lexohet në raportin e ODIHR-it. Arsyeja lexohet në raportet e ODIHR-it. Për fatin e keq, ne vazhdojmë dhe shohim një përkeqësim dramatik nga një raport në tjetër. Dhe raporti i vitit 2025 mund të krahasohet me raportin e vitit 2001 në shkallën, në gjerësinë, në thellësinë e problemit. Unë gjykoj që nëse fryma në raport me reformën zgjedhore do të jetë ajo që pati reforma e shkuar, ku pati një komision që për 2 vite rresht erdhi vërdall pa përfaqësuar opozitën në mënyrë reale, duke mos prodhuar asgjë, më pas krijimi një grupi dialogu i cili nuk kishte kuptim në vetvete dhe s'kishte asnjë garanci parlamentare sipas rregullores, sigurisht në fund fare do të prodhonte atë që prodhoi. Në 2024 nuk pati reformë zgjedhore. Komisioni Posaçëm pritet të trajtojë çështjet kyçe si financimi i partisë politike, rregullat për fushatën online, si dhe depolitizimin e administratës zgjedhore në funksion të rritjes së transparencës dhe besueshmërisë së procesit elektoral.